Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga stadiumi përparimfaqe ku po zhvillohet ndeshja finale e turneut përndër të 17 shkurtit 18 dhjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në këtë turne që po organizohet nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit, kanë marrë pjesë 6 ekipe të cilat kanë zhvilluar ndeshjen me sistem eliminimi dhe ja tani kemi ardhur në finale ku takohen skuadra e Policisë së Kosovës dhe Universiteti Ukshin Hoti dhe pas një mundësi tani nga skuadra e Universitetit të Prizrenit që tentuan aty të shënojnë, por ishte portieri Amir Miftari ai i cili evitoi rrezikun dhe kemi kornerin e parë për ekipin e Universitetit Ukshin Hoti nga Prizreni. Në këtë turne kanë marrë pjesë 6 ekipe tha më herët, Policia e Kosovës, FSK-ja, veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka marrë Universiteti i Prizrenit, Komuna e Prizrenit dhe skuadra e Kecit. Kështu kemi ardhur në finale të kësaj përballje. Mundësia për skuadrën e Universitetit Ukshin Hoti a pat një tentim aty. Janë futbollistët të cilët nuk i kanë numrat në panelet e tyre, kemi vështirësi ndoshta ti tekstojmë, por gjithsesi duhet t'ju njoftojmë se cilët futbollistë janë të angazhuar në lojë. Ekipi i Universitetit Ukshin Hoti ka konformacion në port Fatin Bayraktari, pastaj Driton Qeriqi, Përparim Abdullahu, Ekzon Kryeziu, Fatmir Mehmeti, Emir Shatri, Erman Laçi, Nehat Gashi, Aranit Berisha, Dreni Maralusha dhe Driton Krasniqi. Në anën tjetër, skuadra e Policisë Kosovës që në finale ka ardhur pas fitores 2-0 ndaj FSK-s, ka këtë formacion, të përcjellat këtë mundësi një herë nëse kemi ndonjë rast për të shënuar. Në portë është Amir Miftari, pastaj Gëzim Krasniqi, Shushri Hajdari, Blend Katana, Behar Rifa, Milaim Gashi, Gramoz Shala, Qamil Bityshi, Vehbiz Zekolli, Feta Avduti, Ekzon Gutaj, Aslan Shala, janë këta futbollistë që do të mundohen të japin maksimumin e tyre për të shënuar fitoren në këtë turne, mjaft domethënës për festën e 17 shkurtit, ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Ja një top i gjatë aty në drejtim të repartis sulmues të Policisë së Kosovës, në drejtim të Beharifës, ishte një futbollist me përvojë në futbollin prizrenas dhe në përgjithësi, pasi kaluai të shumë në ligën e tretë, në ligën e dytë, po edhe në ligën e parë të Kosovës, një futbollist përvojë, edhe pse e dëmtuar, ai nuk është në gjendje të japë edhe maksimumin, por megjithatë po tregohet mjaft i suksesshëm në lojë. Kemi rivendja anësore për skuadrën e Universitetit Ukshin Hoti, kryet tashmë rivendja anësore, pasim në drejtim të repartis sulmues, ka arritur të gjuaj në zonën e rëndësisë, mirë po nuk ka rrezik, e marrin topin futbollistët e ekipit të Policisë së Kosovës, pra me të veshura të portokallta. Kemi ishte Blend Katana, një top i gjatë në drejtim të bashkëtarëve, se nuk kanë rinë humbin topin. Erman Laçi po është një futbollist me përvojë, një top paksa i shpejt aty për bashkëtarin e tij. Ermani është sikurse Behari, një futbollist i njohur, cili sigurisht do të ndihmojë skuadrën e Universitetit të Prizrenit në këtë ballavasim të shënë cila për skuadra dhe shënë fitore për të rëmbyer trofeon e më të mirit në këtë turne ku po marrin pjesë, pra ku marrin pjesë faktikisht e në hymjet, po në hapjet të këtij turneu, ishte e pranishme edhe Drejtorisë për Kulturë dhe Sport. Ja mundësia për skuadrën e Policisë të dy, mundësi për të shënuar, ka pritur portieri Fatin Bayraktari, në mundësi të 100% ekipi i Policisë së Kosovës të shënojë golin e parë. Pra sot, diku rreth orës 10 ka filluar turneu ku u zhvillua ndeshja midis Kecit dhe Policisë së Kosovës, e ishte pranishme edhe Drejtorisë për Kulturë dhe Sport, zonja Elin Shishko Hajdari, e cila shpalli turneun të hapur dhe natyrisht i përshëndeti ekipet pjesëmarrëse duke edhe i dorëzuar mirënjohjet për pjesëmarrjen e ekipeve.
Sigurisht, kishim një ndërprerje të shkurtër për shkaqe teknike, por gjithsesi tani çdo gjë është në rregull me kameramanin tonë, punëtorin e palotshëm të portalit 09 Dion Hoxhen, i cili ka bërë xhirimin e të gjitha ndeshjeve sot dhe natyrisht është një lodhje për Dionin, por gjithsesi meritor për të shënuar ditën e pavarësisë, pasi i takon gjenatës së re dhe padyshim edhe Dioni në moshën 15 vjeçare do ta gëzoj lirinë e Kosovës dhe shtetin e Kosovës bashkë me bashkëtarët e tij. Ja tani mundësia për skuadrën e policisë dhe kemi gol të shënuar në minutën e 7, 1-0. Policia e Kosovës ka kaluar në avantazh. E policisë e Kosovës dhe natyrisht erdhi edhe goli i shënuar, që është në minutën e 7. Kam përshtypjen se ishte bytyqe nëse nuk gaboj. Ata të kontrapërgjigjen futbollistët e Universitetit Ukshin Hoti, që Erman Laçi mundohet nga krahu i gjatë të depërtoj, aty i pozicionuar mirë Shoqëria Hajdari. Largohet rrezikun, mbetet rezultati 0-1 në favor të ekipit të policisë së Kosovës. Në kërkim të golit të dytë skuadra e policisë së Kosovës, do shpejt deli jashtë pjesë fundore. Nuk ka arritur këtë top të mbaj brenda vijave kufizuese pjesëtari i policisë së Kosovës. Erman Laçi mjaft i lëvizshëm aty, po mundohet të bëj të jap maksimumin. Dhe kemi tani mundësi kjo për skuadrën e Universitetit për topi shpejt. Topi shpejt nuk arrin, janë me të veshura me jelek futbollistë të Universitetit, prandaj natyrisht kam vështirë të Beharifaj, një futbollisti mirë, po gjyqtari Samuel Mënega, i cili drejton këtë ndeshje me ndihmën e Donat Pulës dhe Film Ibishit, sinjalizojnë ndërhyrje të parregullt të Rifajt. Dhe kemi mundësi tani Harkimi. Harkimi në zonë të rrëtësisë, largon aty topin e futbollisti Blend Katana. Vazhdon posedimin ta ketë skuadra e Universitetit Ukshin Hoti në kërkim të golit të barazimit. Parim Abdullahu largon këtë top para Aslan Shalës. Parim Abdullahu, i cili gjithmonë ka luajtur në këtë pozitë, natyrisht tani në moshën 62 vjeçare, do ta ketë të vështirë të luajë përballë skuadrës, përballë tyre lojtarëve shumë më të rinj se përparimi, por shpirti mbetet ai i mëhershëm për Abdullahun, e tani nuk ka pozitë jashtë, vazhdon në sulmi skuadrës së Universitetit Ukshin Hoti, do të kemi gol të barazimit. Harkim në zonë të rrëtësisë. Parim Abdullahu, do të ketë Harkim në zonë të rrëtësisë. Erman Laçi. Vazhdon të kombinimet e ekipit të Universitetit Ukshin Hoti. Fatmir Mehmeti ka kthyer prapa topin e portieri Bayraktari, humbi topin lojtarët e Universitetit Ukshin Hoti. Mund të jetë kjo rrezikshme, po kemi ndërhyrje të Erman Laçi, largon rrezikun Abdullahu. Treni Maralusha. Abdullahu, prapa dhe të Maralusha. Laçi. Kurto hapëllua në krahun tjetër aty,
Fakt kjo është Dreni Manelusha. Dhe të kemi gol të barazimit. Mundësit e në kjo aty sfara sti mirë. Nuk ka rinjë të shënojnë futbolistët e Universitetit Tukshin Hoti. Ekzon Kryeziu ishte në aksion më herët, se marrin topin lojtarët e policisë së Kosovës. Ardhën një loja pak më e angazhuese skuadrës Universitetit Tukshin Hotit që kërkojnë me çdo kusht golin e barazimit. Shështë Hajdari. Avduti kërkon topin përsëri, Feta Avduti, kombinime tani aty mundohet të bashkëprerje me Arifajn. Arifajn dhe Avduti dy lojtarë që njohin mirë futbollin e madh sepse kanë luajtur shumë. Behari tani luan edhe për përfaqësuesen e policisë së Kosovës në futsal, që ka treguar sukses edhe në Greqi ku janë shpallur kampion në garat e policisë së Evropës atje. Katana. Kemi rivendje ansore. Shtë të blend Katana që të bëjë rivendje topet në loj. Kjo është Shri Hajdari. Topi gjatë aty shërbet me duar për parim Abdullahu. Kështë goditje dënimi. Mirë po aty ishte shërbjerë me duar, është natëshme vështirë të jetë në nivel për parim Abdullahu me moshën që e ka. Por përvoja ati, dëshira për të luajtur mundohet të japë kontributin e tij në ekipin e Universitetit Kosovës krahas punëve të përditshme që bën aty. Edhe këtu mundohet të japë kontributin. Ishte Gramos Shala që unë dalë në mënyrë të balejueshme, tani përshëndetje e këtyre dy lojtarëve në një dallim të madh në moshë. Është goditje dënimi për ekipin e policisë së Kosovës, minuta e 15, edhe pak më pak se 5 minuta dhe në përfundim të pjesës së parë, duhet 2 herë nga 20 minuta. Quajtje direkt në portë atje, mirë po pret portieri Bajraktari. Erman Laçi nisën në kundërsulm, do ta shfrytëzojnë këtë futbollistët e skuadrës Universitetit Tukshin Hoti, top në ekranin e djathtë. Katana mundohet dhe del fitues, duke përfituar madje as korner nuk ka. E rëndësishme organizimi i këtij turneu për dihet për deri të 17 shkurtit. Është vjeshtë 18 ditori i pavarësisë së Kosovës. Moti ka qenë me shi, por kjo nuk i ka penguar ekipet që edhe në këtë mënyrë me këtë turne të i gëzohen kësaj feste të madhe për popullin e Kosovës. Laçi në mes fushë mundohet gjithkund të jetë i pranishëm për të dhënë kontributin e tij dhe përvojën që e ka në futboll. Pothuajse jashin çdo herë në kontakt me top. Kemi tani lojë të rrezikshme, jo sipas Samuel Manegës. Apo megjithatë është sinjalizuar, ndoshta paksa me Vanes që goditje dënimi. Do të shohim ato të ketë futbollist. Apo kemi korner, vetëm korner, nuk është rivendje ansore në fakt. Laçi. Kombinime të shkurtra tani të futbollistëve të skuadrës së Universitetit të Prizrenit. Por aty tani kemi ndryshe të paligjshme. Por jo, as tani nuk dëgjohet vëshëllimi i magjistrit Monega.
Sigurisht ndryshimet e pa rregullta këtu duhet të mbëshbiten shumë shpejt, pasi kemi të bëjmë me futbollistë jo të përgatitur fizikisht, sikurse futbollistët që janë të skuadrave. Prandaj primare është shëndetit e tyre, nuk ka arritur të nejtë do përtoj aty Hasan Shala, marrin topin përpara Madullahu në mesin e fushës dhe me një kthehet në pozitën e tij. Nuk ka lënë këtë top. Gutaj si tani Rifaj, top në kranë gjatë për futbollistin Gramos Shala, i cili nuk arrin deri te topi. Rivanja ansore, që tashmë është të kryer nga përballimi Abdullahu. Mirë Shatri, kthyer topin prapa, vetë Avdutit, Katana, Gutaj do t'jetë ky pasi nuk ka numrin e shpinë. Edhe 2 minuta deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes, rezultati është 0-1. Ka bën ashtu Shoqëria Hajdari, mundësi për skuadrën e Universitetit Ukshin Hoti, mirë po aty e përmirëson gabimin e tij Shoqëria Hajdari me këtë ndërhyrje, nuk ka aty as që bëhet fjalë për penalti, jemi vetëm goditje nga këndi. Dhe Bizzakollish në kuadron e lojë. Kemi korner të shojmë, dhe do të jenë në gjendje lojtarët të skuadrës së Universitetit Kosovës të bardhën shifrat, harkimi mirë në zonë dhe rëptësisë aty, largohet topin nga Shala. Kemi rivënjë ansore. Përpalim Abdullahu. Mundohet të organizohen lojtarët e Universitetit Ukshin Hoti që të shënojnë Fatmir Mehmeti. Ky pak me peshë që t'i bën pengesë në lojë. Kemi goditje dënimi për ekipin e Universitetit Ukshin Hoti. Është kryer tashmë kjo nga Fatmir Mehmeti, por nuk ka lënë këtë top ki pasim. Sekondat e fundit të kohës rregullt. Ja, bukur nuk ka pozicion aty, sa bukur aty e kërkoi topin aty me Rifaj. Mirë po i shpejt topi për të. Nuk ka ndërhyrje të paligjshme aty, mundësi për skuadrën e Universitetit Ukshin Hoti. Dhe nuk ka asnjë të barazimit këtu. Presim asnjë vështëllim në gjyqtarit për të sinjalizuar përfundimin e pjesës së parë. Kemi lojën shtesë, si duket. Nga goditje dënimi. 20 minuta kanë kaluar tashmë. Avduti, Hajdari. Sëri aty këta Avduti. Katana, Avduti në ekran djathtë, mundësi depërtimi. Zhaka si bashkëvepron me lojtarët e tij. Fatmir Mehmeti. Nuk ishte i saktë në pasim të topit. Përsëri rikthehet topi tek këmbët e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Në çdo çast mund të dëgjojmë vështëllimin e gjyqtarit
Samuel Monega për përfundimin e pjesës së parë. Dhe këtu përfundon pjesa e parë e ndeshjes me rezultat të 1-0 në favor të Policisë së Kosovës. Pas një pushimi të shkurtër, ne rikthehemi në transmetim të pjesës së dytë të ndeshjes finale të organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit, kushtuar 17 shkurtit 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në këtë çast ka filluar edhe pjesa e dytë e ndeshjes finale të turneut kushtuar 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës, e që është organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit. Siç thash edhe më herët në ceremoninë e hapjes, ishte pranishme dhe drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit, zonja Ailin Shishko Hajdari, e cila është pranishme edhe në këtë ndeshje finale, dhe pas përfundimit të ndeshjes sigurisht që ajo do të jetë aty për ta përmbyllur këtë turne dhe për të ndarë shpërblimet për dy ekipet finaliste, për fituesin e turneut. Do të transmetohet edhe kjo në portalin ton, në YouTube, në portalin Zara 29. 1-0 ka përfunduar pjesa e parë në të mirë të Policisë së Kosovës, skuadër e cila ka luajtur më mirë, por edhe ekipi i Universitetit Ukshin Hoti pati mundësinë të barazoj, e tani do të shohim edhe të jenë në gjendje të luajnë më mirë dhe të barazojnë Arman Laçi, njëri prej futbollistëve më të mirë të ekipit të Universitetit. Ja, çfarë pasimi aty e Laçit, mirë po nuk arrin bashkëlojtari i tij, më i shpejt ishte portieri Amir Mjeftari, i cili shpëton poshtë e tij me këtë dalje me ku. E tani aty një top në drejtim të Vehbiz Zekollit. Nuk arriti të ndalë topin si duhet, ishte i shpejt topi për të. Laçi në hyrje nga Katana, cili ishte ndryrja, cili ishte e pastër. Nga Atgash ishte më herët me kontakt me topin, e humbin topin letarët e ekipit. Të Universitetit Ukshin Hoti në Policisë e Kosovës, një top e mirë të të Zekollit. Zekolli mundësi për të shtuar e përstin. Nuk të gotë Vetjak, pason aty për Gramos Shalën që ishte në pozitë jashtë loje dhe shfuqizohet ky gol, mbetet rezultati 1-0. Ka mundur Zekolli të aprofundonte vetë këtë aksion dhe të duhet të aprofundonte. Se këto vjen dhe Zekolli. Rifaj me këtë pasim të mirë aty, por i shpejt topi. Zitë jashtë loje. Apo rivendje fundore, se nëse të jetë topi takon ekipit të Universitetit Ukshin Hoti. Bën presion skuadra Policisë së Kosovës, vështirë të largohen nga zona e tyre. Nga është ky Milem Gashi, ka kthyer topin prapa. E kërkon Feta Avduti në një organizim të lojës. Feta Avduti, në top të gjatë. Katana, ka kthyer topin prapa deri te Miftari. Ndale këto mirë. Shpejt këto. Realizimi po mungon tek skuadra e Universitetit Ukshin Hoti për të shënuar golin e barazimit. Rifaj
Si tani për të arkuar në zonë të rëptësisë. Feta Avduti me këtë gol të bukur, shtypishën e Bërësin. Goli mrekullueshëm i Feta Avdutit. Tani Bërësia dyfishohet dhe tani për ekipin e Universitetit të Këshillëhoti, minuta 25. Feta Avduti me një gol të bukur. Kjo të bëmira di mundësi për skuadrën e Universitetit të Këshillëhoti, do të kemi gol të shënuar. Çfarë mundësi e mirë aty, mirë po të pafat janë lojtarët e skuadrës. Tani kërkohet lojë më angazhuese dhe me të gjitha forcat skuadra e Universitetit Këshillëhotit duhet të angazhohet që të ngushtojë së pari Bërësin dhe pastaj eventualisht të barazojë shifrat. Në anën tjetër nga Rifaj me këtë organizim tjetër, Feta Avduti. Feta Avduti do të kërkojë përsëri goditjen nga distanca. Zekolli. Bukur Zekolli aty, çfarë pasimi i mirë i Zekollit, mos i kjo për golin e tretë. Në fund të kemi tani mundësi të kemi gol të shënuar nga skuadra Universitetit të Këshillëhoti. Mundësi harkimi në zonë të rëndësisë, harkimi mirë. Një harkim tjetër në zonë. Shërbet me duar aty paksa lojtari Universitetit të Këshillëhoti, por nuk dalet loja. Zekolli kërkon këtë top. Rifaj në krahun e gjatë, Rifaj nuk shkon topi dhe të Rifaj. Nuk kanë dalë topin si duhet Rifaj, por ishte në pozitë jashtëloje. Shala nuk ka pa gjërat në pozitë jashtëloje, ka mundur tani skuadra të shënoj golin e parë. Skuadra e Universitetit të Këshillëhoti, Katana, hapet lojën në krahun e djathtë. Nehat Gashi. Feta Avduti ka marrë këtë top, kërkon me njëherë në organizim tjetër. Mundësi tjetër aty është Shala, Granat Shala. Përsëri aty Feta Avduti. Rifaj mundohet të bashkëveproj me Feta Avdutin, por nuk ishte i saktë në pasim të topit. Që ndërmbrojë si shumë vjeçari i skuadrës Ojës. Zekolli, do kemi golin e tretë Zekolli. Gjuan Zekolli dhe çfarë goditje e mirë, tërthorës ja e shpëton portën. Mirë mendova, meqërisht ka shënuar, ka gjuajtur Zekolli aty në këndin e epërm të majtë të portës o portierit Fatlind Bajraktari, i cili ishte me fat që të mos pranonte golin e tretë. Por gjithsesi duhet të përgëzuar gjuajtjen mjeshtërore dhe mjaft të mençur të Bebi Zekollit. Laci.
Zonë policia Kosovës në kërkim të golit të tretë, ka arkim në zonë aty në drejtim të Arifajt. Nuk shkon topi, largohet rrezikun nga zona e rreptësisë e ekipit të Universitetit Dukshënhoti. Shala. Mundësi për golin e tretë do të shohim në aty, por do të kemi zakonisht nga këtë top. Dy shtyllat preken nga Shala, por nuk shënohet goli. Pranë golit të tretë skuadra policisë së Kosovës. Do të kemi golin e tretë, përsëri shpëton ekipi Universitetit Dukshënhoti, lojë më mirë e policisë së Kosovës, minuta 30 dhe 10 minuta kanë mbetur deri në përfundim të ndeshjes. Policia e Kosovës në epërsi të merituar me rezultat 2-0. Ta Avduti do të harkojnë në zonë të rreptësisë apo do të bashkëprej aty me Shalën. Largohet topi nga zona e rreptësisë, ka filluar në shiu tani gjithsesi kjo është pengesë për të dy skuadrat. Shala gjuajtje për tokë, por e lehtë kjo për portierin Bayraktari, cili më njëherë degazhon në drejtim të repartit sulmues. Arifaj. Kemi rivanja anësore për Universitetin Dukshënhoti. Topi gjatë aty në drejtim të repartit sulmues të skuadrës Universitetit Dukshënhoti, por pa sukses. Këta Avduti ka kthyer topin prapa. Përsëri Avduti, i cili shënoi golin e dytë, një gol të bukur. Zekolli në krahun e majt, kërkon aty Shalën, Shala gjithnjë. Sa bukur e mendoj këta Avduti. Ishte Milaim Gashi ai që minuar të shërben të bashkëtarët e tij. Tani nuk ka pozicion doja, do të kemi gol të shënuar. Ishte brenda zonës 16 metrëshit, ka të drejtu gjyqtari edhe Samuel Monega, gjyqtari ansor. Në anën tjetër për pak se nuk shënoi aty me Arifa golin e tretë. Ishte brenda zonës 16 metrëshit portieri Amir Miftari kur ndërhyri. Mund të shihet kjo në gjërimin ton, por se kishte drejt gjyqtari apo drejtarët e skuadrës Universitetit Dukshënhoti, të cilët të gjithë kërkuan që të sinjalizojë ndërhyrje e pa rregull, pra ndërhyrje me lojë me dorë portierit jashtë zonës 16 metrëshit. E tani gaboi aty. Gaboi Milaim Gashi, i cili edhe u shërbye me duar, kemi goditje dënimi tani, Malaçi do të harkojnë në zonë të rreptësisë. Në një pozitë tjetër, një mundësi për ekipin e Universitetit Dukshënhoti që të shënoj. Kemi mirë, por ka ndërhyrë aty shqyqëria e Dari, ka larguar. Nga distanca mundohen lojtarët e skuadrës të shënojnë, përsëri nuk ka të rrezik për portën e policisë së Kosovës. Nuk ka ndërhyrje të palejueshme, përsëri
Ka reagimet e shumta të skuadrës së Universitetit të Këshillhoti në drejtim të gjyqtarëve, por loja po vazhdon. Edhe një aksion tjetër i dështuar nga skuadra e policisë, e cila ka avantazhin për 2 golash. Edhe 5 minuta dhe në përfundim të ndeshjes, plus loja shtesë, rezultati 2-0 në të mirë të policisë së Kosovës. Dhe të kemi gol të shënuar tani, një top i mirë në krahun e gjatë për Ermal Maçin. Ermal Laçi ka lëshuar portën, e ka ngushtuar këndin portieri Amir Miftari. Nuk rrezikon aty lojtari fundit i ekipit të Universitetit të Këshillhoti, gjuan jashtë vijes anësore. Topi takon policisë së Kosovës në një aksion tjetër. Shala, në rivalin me tut, Beharifaj. Një tentim aty mjeshtëror aty Zakollit, 2 gjuajtje mjaft të mira, por që nuk rezultuan me gol. Gjithsesi duhet potencuar se Debis Zakolli po mundohet ta gjej me gjuajtje jo të fuqishme, por të sakt dhe precize këndin e portës së portierit Bajraktari. Rifaj. Rifaj cili po luan këtu i lënduar, por që fatmirësisht nuk është munduar më shumë, sigurisht dëshira për të marrë pjesë në këtë turne përndër të ditës së pavarësisë së Kosovës. Të shohim këtë mundësi të Universitetit Këshillhoti, nuk ka rrezik. Rivënia anësore për akademikët. Mehmeti ishte. Kemi korner për ekipin e Universitetit të Këshillhoti, Ermal Laçi pranë topit. Harkim në shtyllën e dytë. Edhe njëri tregon se si dhe veta aty Amir Miftari, duke larguar topin jashtë dijes anësore. Quajtje jo sakt aty në drejtim të portës së portierit Amir Miftari, mbetet rezultati 2-0 në favor të policisë së Kosovës, 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të kësaj përballje. Ka merituar të shënoj të paktën një gol në Universitetit të Këshillhoti. Përpjekjet e tyre kanë qenë të vazhdueshme, por nuk kanë rezultuar me gol. E tani një kondicion tjetër për policinë e Kosovës në kërkim të golit të tretë. A do të shënojnë aty Feta Avduti
në pozitën e alë ose askush nuk i përgjigjet këtij harkimit të ulët. E humbin topin shumë shpejt futbollistët e Universitetit të Këshillhoti. Aty tani kanë bërë rishtrirë Blend Katana. Por çdo gjë është në rregull me të vazhdoj lojën, të kemi gjënë të vazhdoj. Është larguar të Bizë Kolli, zëvendësuar, cili pati 2 tentimet të jashtëzakonshme për të shënuar gol, por që nuk u realizuan, do të kemi në dytë. Por së i kanë topja të futbollistit të ekipit të Universitetit të Këshillhoti. Ta duti kemi rivanjë njësore për ekipin e Këshillhotit. Shumë pak kohë deri në përfundim ka kaluar koha rregullt të ndeshjes, vetëm loja shtesë, ne shohim sa minuta shtesë do të kemi për përfundimin e ndeshjes. Përndryshe skuadra e policisë është në përsi prej 2 golash dhe sigurisht do të jetë fituese në këtë turne, në këtë finale të këtij turneu. A do të kemi gol në shënuar, dhe gjuat jenë nga distanca, por jo i saktë sa duhet. E këtu dëgjohet vëshëllima e gjyqtarit Samuel Monega duke sinjalizuar përfundimin e ndeshjes. Policia e Kosovës shënon fitore me rezultat 2-0 ndaj Këshillhotit dhe kjo është një fitore e merituar pasi edhe shpallët fitues i turneut si vjetën që organizohet për nder të 17 shkurtit ditës pavarësisë së Kosovës. E tani do ta ndjekim edhe ceremoninë e mbylljes së turneut, ndarjen e kupës fituese dhe medaljeve, do të shohim çka ka përgatitur Drejtoria për Kulturën dhe Sport e Komunës së Prishtinës. Sapo ka përfunduar turneu i futbollit kushtuar 17 shkurtit 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Policia e Kosovës në finale ka arritur të amposhtë ekipin e Universitetit Akademik, i ka amposhtë me rezultat 2-0, një fitore plotësisht e merituar. E kemi drejtoreshën këtu, e cila është e pranishme, drejtoresha e Drejtorisë për Kulturën dhe Sport, e cila sigurisht ndoshta do t'i thotë di fjalë për përfundimin e turneut. Përndoni drejtoresh. Atëherë përshëndetje për gjithë edhe një herë. Jemi në përfundimin e turneut të organizuar për festën e pavarësisë. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen, edhe ekipeve fitues i uroj suksese, edhe gjithashtu edhe ekipi i dytë. Sukses edhe një herë. Atëherë po fillojmë. Falenderojmë drejtoreshën zonjën Ailin Shishko Hajdari për këto fjalë dhe për organizimin e këtij turneut. E tani ftojmë ekipin, fillimisht ekipin e vendit të dytë, sa marr kupën, veteranin e futbollit Përpajm Abdullahun. Dhe tani momenti për fituesen e turneut, ftojmë kapitenin e ekipit, kapitenin e ekipit, majorin Bizë Kolli, më sugutni më. Major, kapiteni i ekipit, major, urime, suksese. Me kaq edhe përfundon kjo turne. Urime 17 shkurtin ditën e pavarësisë, shpresoj të shihemi pas një viti përsëri me këtë turne. Urime.